Flak të flasim për një nga temat më të nxehta të momentit të Flak. Kjo tema, sidoqoftë le të prezantojmë të ftuarit që presupozohet që e njohin çik më shumë se ne këtë çështje, se unë dhe Greta si jemi inteligjencën artificiale? Aty. Si unë, preferojmë butallikun natyral. Po, në përgjithësi po, me çfarë mund të këmbehet. Është shumë i shëndetshëm ai. Megjithatë rikthehet në studio Dream Fide. Mirëmëngjes, Fide, mirë se erdhe. Faleminderit. Ekspert i mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë, Tomi Kallanxhin kemi bezdisur në Skype, me që del nëpër televizore, flet për çështje inteligjencë artificiale. Tomi, përshëndetje. Mirëmëngjes, Tomi. Mirëmëngjes. Tani, para se të vim te Shqipëria, le të kuptojmë konkretisht ku është bota në këto momente, se unë dhe Greta dhe shumë të tjerë si ne kemi ngel deri te ChatGPT-ja, nuk Pra jemi tek AI, po AGI si koncept nuk është se kemi hasur shumë. Se po shqetësohen të gjithë ekspertët e mbrojtjes së dënave personale, apo ekspertët e IT-s për këtë super inteligjencën artificiale? Po sepse edhe shumë shkencëtar në botë, edhe baballar të inteligjencës artificiale, po edhe ata që po i zhvillojnë, janë habitur edhe vetë nga rezultatet që arrin inteligjencë artificiale dhe me hapin e shpejt që po arrin rezultate shumë pa imagjinueshme, deri në pikën që i ka stepur edhe i ka trembur, le ta themi, i ka trembur drejt për drejt, për atë çka mund të përbëj risk për vetë ekzistencën e njeriut. Çfarë do thotë vetë ekzistenca e njeriut? Nuk do dalë, nuk do prodhoj kompjuteri një armë, apo mund ta prodhoj edhe një armë apo ne? Patjetër, nëse flasim për superinteligjencë, pra bëhet fjalë për një inteligjencë përtej asaj që kemi njohur deri më sot. Pra përtej njeriut më inteligjent që ka pasur njerëzimi, që mund të themi Einsteinin dhe shumë shkencëtar të tjerë. Pra kjo është e frikshme për të menduar që nëse AI-s i jepet edhe e drejta për të vepruar lirisht, pastaj imagjinoni çfarë mund të ndodhë. Domethënë, se imagjinojmë dot më pak. Nuk është e pa imagjinueshme. Një shaka që po bënja me miqtë e mi të fushës ishte pjesa e kujtimit lidhur me një film hollywoodi, Armageddon, me të famshmin Arnold Schwarzenegger. Pra aty mund të shikoni edhe një skenar të mundshëm, Terminatori, pavarësisht se fiction, po edhe Terminatori. E kuptoj. Por nuk dua ta çoj deri këtu. Një krahasim që dua të bëj është, imagjinoni për një moment është i njëjti raport që do krijohet si raporti që kishte njeriu me gorillën. Është një krahasim që po bëhet. Arriti deri në pikën që të shfarosej, domethënë deri në pikën e uljes së numrit të gorillave në botë. E njëjta marrëdhënie do jetë edhe midis superinteligencës dhe njeriut. Jemi ne gorilla në këtë rast. Këtë e bëra për ta tensionuar pak. Tomi nuk e di sa i tensionuar është Tomi në raport me këtë gjë. Unë i kam regjistruar një URL që mund ta hapni edhe ju pak aty, quhet ai2027.com. Okej. Është e ka bërë si studim analitik, ish shefi për mirëqeverisje në OpenAI, që ka bërë një prediction, një parashikim, me gjithë hapat si pritet të shkojë inteligjenca artificiale në 5 vite të ardhshme, se këtu sfida e teknologjisë është shkoj nga 0 te 1, më shumë kohë do të shkoj nga 0 te 1 se sa nga 1 te 1 milioni. Dhe kjo është çështja e inovacionit dhe AI. Shefi për qeverisjen, shefi për se nuk është më pjesë e OpenAI, ka bërë një parashikim që në qershor të 2027. Në qershor të 2027-s, AI do arrit të bëjë self-improving, domethënë të vetë përmirësojë veten e vet. Dhe kjo do jetë pika paktësime e teknologjisë. Pra do të kemi një entitet tjetër, një pushtet tjetër dhe një superfuqi tjetër, jashtë duarve të njeriut. Tani unë po bëj pak çesharake që tani imagjino një AI që ndodhet sot në serverat e OpenAI, të thotë që ky server im është shumë i vogël dhe do vendos të sulmoj departamentin amerikan shtetit. Dhe sulmi kibernetik vjen nga një AI. Po mirë, dëgjoj. Le ta marrim pak kështu skenarin apokaliptik. Unë them me inteligjencën time të kufizuar që ka një zgjidhje të vogël. Si me çdo kompjuter. Ti ta heqim nga priza. Yes. Burimi i energjisë. Sidomos inteligjenca artificiale në Shqipëri njerëz është e sigurt që nuk do zhvillohet më aq shpesh sa ikin dritat, po. Flas bota.
Çështja është që ne mund të jemi viktime në një shteti tjetër që ka drita, kjo është çështja. Se duhet fikim gjithë pajisjet elektronike, pastaj duhet fikim gjithë smartphone-ët, duhet fikim gjithë pajisjet e tjera, pastaj po zëre se janë të heshtatën, edhe prap nuk ka qenë jeta ata që keqe. Problemi është që po digitalizohen edhe sistemet e burimit e energjisë, kështu që çdo gjë po evolon. Edhe linjat e furnizimit me energjisë elektrike nuk janë më ato që kanë qenë dikur me ato kablot standard, pra po digitalizohen edhe sistemet e energjisë. Kështu që patjetër që një nga sfidat që po në këtë luftën e madhe për të arritur i pari midis SBA-s dhe Kinës, sepse kjo është lufta, SBA dhe Kinë. Të gjithë po luftojnë për burime e energjie, sepse AI-a do burim të pashtershëm energjie. Ka në Afrikën aty për ta shtruar mirë. Jo, nuk është thjesht çështja e Afrikës, sepse këta po ndërtojnë edhe centrale të fuqishme, edhe bërthamore, domethënë edhe bateri shumë të fuqishme për të furnizuar me energji e anë. Mbase kjo është edhe ajo thëmbra e akilit, të burim energjisë. Kjo do jetë edhe çelësi, por nuk asnjë gjë nuk është e sigurt. Tani vim fakt tek një rrezik tjetër, se sigurisht për ata që po na ndjekin mund të mos jetë në një gjë shumë shqetësuese kjo. Në 2-3 zgjedhjet e fundit, në 5 vitet e fundit, ka pasur një përdorim gjithmonë më në rritje të inteligjencës artificiale për ndikimin në rezultatin elektoral. Në raport me Shqipërinë, nga thyrja e privatësisë, ke profilizimi te personalizimi i mesazhit politik për çdo individ. Sa prezent është rreziku i inteligjencës artificiale? Fillojmë me Tomin dhe më pas Edrinin. Ndoshta sfida jap një shembull në zgjedhjet e 2016-s në SBA, kompania që ishte nga pas fushatës elektorale të Trump, që quhej Cambridge Analytica, që ishte në bashkëpunim me Facebook, arriti të agregonte gjithë një numër të lartë përdorësësh amerikanë, që ishin diku te 56 milion, dhe arriti nëpërmjet atëherë ndoshta AI, sepse ne flasim për AI që është tani publike, por shumica e korporatave kanë versione enterprise që ne në publik nuk i kemi të aksesuar. Dhe AI që mund të ketë Facebooku që e ka për përdorim të brendshëm nuk është i njëjti me ajo që përdorim ne për përdorim gjerë. Dhe arriti që prodhonte artikuj për secilin segment audiencë. Për shembull, arriti të kuptonte që Flavio është poston statuse për bujqësinë. Dhe automatikisht prodhoheshin diku te 25, u prodhuan diku 25 milion artikuj në për blogje, në për fake portal që të merat, dhe që Flavio si dilnin vetëm se çfarë do bënte Donald Trump për bujqësinë në SBA. Një përdorus tjetër u profilizua dhe ishte për shembull për drejtat e grave. Greta ishte për drejtat e grave. Dhe Greta si dilnin se çfarë do bënte Donald Trump për drejtat e grave. Kështu që kjo gjë, imagjino tani që kemi edhe AI në masivizim, shumëzohet herë 100 të 25 milion artikuj, arrin ta fusësh një sekond Tomi që ta bëjmë pak gjithmonë më të thjeshtë. Pra arrin ta fusësh një individ tek flucka e celularit dhe smartphone-it vetë duke ja marrë peng burimin e informacionit dhe duke i dhënë një mesazh të qepur dhe kopsitur sipas atij? Pikërisht, dhe praktikisht aty nuk është se i vjen mesazhi nga nuk shef më realitetin. Po i vjen mesazhi nga një palë tretë që i serviret si burim informacioni. E kuptoj. Për ty Edrin, në këtë moment që rrezikohen dhe drejtat politike bazike. Po, ama kjo është shumë e lidhur në fakt, duhet marrë pak edhe në kompleks, për këtu bëhet fjalë për profilizim të qytetarëve. Pra ti kupton patronazhimin me inteligjencë artificiale. Domethënë çfarë ai bën gjatë ditës me telefonin e tij, pra ti kupton shihet, preferencat, problematikat që ai ka dhe e sulmon në mënyrë konstante me mesazhe, me reklama, dhe kjo njihet është praktike njohur. Është ndërkombëtare për pjesën e reklamimit dhe marketingut. Tani kur kalojmë ke çështjet zgjedhore, këtu bëhet edhe më rëndë dhe më me pasoja, sepse ndikon drejt për drejt te liritë dhe drejtat themelore të njerëzit, siç është drejtë e votës. Pra, drejtë e informimit. Patjetër lidhen gjitha drejtat bashkë te kjo pjesë, edhe drejtë e privatësisë. Tani një nga pikat e kuqe që s'duhet kaluar dhe që në Bashkimin Evropian diskutohet është që duhet ketë kujdes shumë i madh ose për mos thënë mos përdoret fare inteligjenca artificiale në zgjedhje.
sepse kjo pastaj do ishte katastrofë. Domethënë ti pastaj cakton ai që e kontrollon AI-n, sepse do të shkojmë deri në rrënjë, për kush e kontrollon AI-n, që janë kompanitë ndërkombëtare, multinacionale etj, mund të kenë interesa financiare të mëdha. Tani po bëjmë pak konspiracion, po gjitha këto janë të arritshme në një botë globale me një zhvillim kaq të shpejtë teknologjik patjetër. Dhe kemi vënë re që në Shqipëri çdo gjë është e mundur, ëh. Kështu që kjo nuk duhet përdorur për zgjedhje, për çështjen, për pjesën e shëndetësisë duhet kujdes maksimal, sepse jo gjithmonë, pavarësisht benefiteve që ka pjesa e përdorimit e AI, siç është përdorur në Angli kohët e fundit për detektimin e kancerit të gjirit, që ka dhënë rezultate shumë të mira. Pra duhet të thënë edhe anën pozitive, por pjesa tjetër për përdorim masiv në shëndetësi duhet i kujdes shumë më madh, sepse bëhet fjalë për dëna sensitive shëndetësore. Dhe po hyn aty pastaj dhe të keq përdoren dënat që sigurohen nëpërmjet AI-t për pjesën e të dhënave sensitive, pastaj është një katastrofë totale. Në çështje është Europa në këto momente. Europa është e vetmi që ka një sekond, të lutem. Europa është e vetmi i vetmi kontinent, po. Ta dëgjojmë para se ta konsumojmë pjesën. Po çështën e politikës. AI ka një AI edhe gjithë teknologjitë e tjera ka një problem që kur jepen mund ta kenë një shtet edhe një diktaturë digjitale. Këtu mund të shohim edhe Kinën në rast konkret, që është një nga shtetet që është përdor më të miri inteligjencën artificiale për të skeduluar, profilizuar, analizuar, dënuar banorët e saj. Dhe është një AI që vendos nëse ti ke bërë një gabim, ke dalë në dyqan, merr vendimi që ti nuk do hypësh në tren derisa ta rregullosh për një vullnetarizëm ose edhe gjithë gjë e vendos AI. Kështu që është pak e vështirë dhe në vende si Shqipëria, nëse AI nuk ka transparencë, mund ta kthej në diktaturë praktikisht. Nuk është se jemi shumë larg. Pikërisht në këtë do ta vazhdosh. Ajo që dua të them është që në qoftë në nivel europian dhe po themi Europa ka bërë atë revolucionin sepse ka arrit paktën të miratoj ligjin për AI Act, ku po bazohen gjitha ligjet e tjera që janë duke u përgatitur. Ka një ndërgjegjësim edhe të tjetër. Europa është gjithmonë avangard kur vjen pjesat dhe mua më pëlqen kjo pjesë. Është kontinenti që është avangard kur vjen puna tek mbrojtja e të drejtave themelore të njerëzit. Dhe patjetër që nevoja e solli një gjë të tillë. Mund të them që ishte e vonuar, por të paktën është i vetmi kontinent që ka miratuar një akt ligjor detyrues. Ka dhe një konvent të Këshillit të Europës, pra miraton rregulla fikse se si duhet të ndërtohet një AI dhe si duhet të funksionojë. Në nivel bazik janë, pra unë mund të kem ato vërejtjet e mia, po është duke u ndryshuar, pra po përgatitet ndryshime qoftë për AI Act, qoftë për GDPR-in, që është General Data Protection Regulation, për pjesën e mbrojtjes së dënave personale. Pra janë duke u që mos përfundojmë si Kina që nuk shkon dot ke shtëpia jote dhe nuk ka llogarinë në bankare. Nëse arrim tash tek pjesa e Shqipërisë, në Shqipëri ka vetëm një strategjia kombëtare për AI, që është hartuar nga Akshi, në dienin time. Pse nuk merren vetëm me vjedhje tenderash, bëjnë kështu dokumentat? Po me sa duket janë përqendruar. Dikush u ka thënë që duhet përqendrohen edhe te kjo pjesë. Pakëm thuaj që kanë përkthyer atë europianin. Kam dyshime të thella që është përkthyer, sepse po ta shikosh ligjin, unë kam atë strategjinë, unë të paktën duke qenë ekspert i mbrojtjes së dënave personale, nga një kërkim që bëra, është në 2 vende bëhet citim i gabuar i ligjit. Pra nuk është as ligji aktual në fuqi i cituar, pra është ligj i vjetër ose diku tjetër është një ligj që s'ka lidhje me ligjin për mbrojtjen e dënave. Pra deri kaq serioze ka qenë kjo strategji. Dhe për më tepër, nëse e mban mend në emisionin e kaluar që folëm për Digital ID-n, është i njëjti rast që përsëritet. Pra edhe në këtë rast nuk është konsultuar komisioneri për mbrojtjen e dënave personale. Pra miratohet një strategji impakti këtë dënat personale është masiv, sepse duhet të themi një gjë. AI furnizohet me dëna personale. Sigurisht. Pra, karburanti i AI-t janë të dënat personale. Tash nëse ne se rregullojmë këtë pjesë ose e neglizhojmë këtë pjesë, imagjinohet çfarë produkti një super mega ose shërbimi mund të nxirret nesër nga institucionet shqiptare. Dhe ajo që unë dua, nëse po më ndjekin, janë duke më ndjekur të paktën në niveli politik, do të sugjeroj diçka që nëse synojnë ta seriozisht të bëjnë një rregullim te kjo pjesë, të paktën të referohen BE-s dhe t'ia lënë në dorë një institucioni të pavarur. Pra të krijohet një institucion
Agjencia për Inteligjencën Artificiale dhe për mënyrën se si do organizohet dhe do funksionet të jetë e pavarur me garanci ligjore. Garanci kushtetuese. Garanci kushtetuese dhe ligjore, sepse në nivel global aktualisht, bile ka qenë Kina që e ka propozuar, është e çuditshme, ka propozuar krijimin edhe të një institucioni global për AI-n. Pra, Kina ka thënë që nevojitet një institucion global për AI dhe ligje globale për AI-n. Që e kontrollon Kina. Dhe kur vjen nga Kina, jo nuk besoj, sepse po u bën nivel global. Po janë dhe rusët dhe amerikanë. Ka konkurrencë të fortë pastaj. Po ta fut kalin e Trojës aty edhe trojanët njihen. Në Shqipëri duhet një ligj urgjent për pjesën e AI-t, sepse çfarë po ndodh aktualisht? Kanë filluar produkte, domethënë po të shikojmë këtë Startup Albanian dhe startupet e reja, unë i kam parë me shumë vëmendje dhe me sy kritik, pavarësisht se janë shumë pozitive, pra i shërbejnë zhvillimit. Jo, i shërbejnë dhe ekonomisë, sepse krijimi produkteve të reja, aplikacioneve të reja, programeve është një gjë pozitive, por në asnjë rast, të paktën unë çka kam parë nga këto që lançohen dhe marketohen fuqishëm, në asnjë rast nuk ofrojnë garanci për mbrojtjen e dënave, pavarësisht se edhe përdorin AI-n dhe se përdorin, por janë produkte, aplikacione, programe për biznesin, për qëllime shëndetësore etj. Nuk ofrojnë garanci për mbrojtjen e dënave. Megjithatë, qeveria duket se po vazhdon e pa cënuar dhe pas një lloj rezistence drejt identitetit digjital. Tomi, për ty është ky një zhvillim i mirë, zhvillim i keq, të leverdis në biznesin tënd, të trëmb në shtëpinë tënde? Jo, mua nuk më trëmb, por që e para njerë do të rikthem edhe pak aty ku e la kolegu. Për shembull, se unë jam si fani transparencës dhe të parim shembullin më banal, AI diella që kryeministri e reklamon me aq pasion. Fakti që asnjëherë aty nuk është bërë asnjë gjë transparence me çfarë datasetes ose në gjuhën teknike me çfarë burimi vendos, merr vendime kjo lloj inteligjencë artificiale. Dhe çfarë të dhënash përdor kjo nga pas. A ruan dhëna personale pasi agregon dhe t'i gjeneron një dokument caktuar, a procesohen këto PDF-t kur gjenerohet nga kjo AI, a bën mbledhje dhënash ditore dhe analizon të dhënat personale të përdoruesve, domethënë këto janë pyetje që asnjëherë nuk ja dhën përgjigje, thjesht është konsideruar si çështje e PR-i kjo gjë dhe është lënë përgjysmë. Pastaj sa për identitetin digital, prapë edhe këtu është transparenca dhe integriteti i atyre që do mbajnë dhënat tona. Por opinionin tim është gjë pozitive. Pastaj varet nga etika e personave që do menaxhojnë dhënat tona. Etika nuk më duket se jemi në një pozitë mirë nëse varet kjo nga etika e kujt? E akshit që sot është absolutisht. Teknologjia bazohet mbi ata që i ka dhënë dhënat të tua. Në moment që ata nuk respektojnë. Po dakor, atë e marrin të mirë qenë. Sa etik janë te akshi, Edrin? Tani, nuk është se kam në një matës kështu të etikës së akshit, por ajo që kam konstatuar në atë çka është publike dhe çka botohet nga akshi, më rezulton që nuk është se janë shumë të ndërgjegjshëm për atë potencialin e dënave që administrojnë, pra nuk është se janë shumë të përgjegjshëm lidhur me sigurinë e dënave personale, sepse praktikisht akshi menaxhon gjithë databazat e dënave. Tash në një vend ku është thyer sistemi Teams, ku është thyer me vetdije i Albania, ku akshi është i gjithë nën hetim nga prokuroria për abuzime nga financiare deri te një gjë është e sigurt që nuk mund të predikoj për siguri dënash dhe nuk mund të ofroj garanci për sa kohë besimi publikut është thyer. Edhe i ekspertëve kanë përshtypjen sepse edhe kolegu duhet të ketë itin mendim me mua, besoj te kjo pjesë. Po është në xhirun e tenderave tonë, kështu që s'ia kërkojmë dot. Jo, absolutisht jo. Ti je sigurisht jo. Si ke xhirun e tenderave? Po futu. Jo. Mos të rri, po duket. Kështu që edhe po të futet është kunati shokut Xhemal që s'të lej aty të marrësh as i llokëm. E di. Megjithatë unë doja të bëja një pyetje të fundit në fakt, sa i takon super inteligjencës artificiale, edhe pse pritet për në vitet e ardhshme, po duke marrë shkas edhe nga kërkesa që u formalizua dhe me një deklarat firmosur nga 1500 kolegë tuajët, rreziku më i madh në fakt që pritet të jetë është super inteligjenca që ende nuk ekziston, apo keq përdorimi aktual i këtyre mjeteve të AI-t nga qeveritë, kompanitë, individ? Domethënë, thelbi i deklaratës është që ne nuk jemi kundër zhvillimit të AI-t, por
duhet të jemi transparent, duhet të ofrojmë garanci për siguri dhe këto garanci duhet të jepen nga dhe duhet vinë nga bota e shkencës dhe nga studiusit, pra jo nga qeverit. E vërtet. Dhe kjo gjë duhet ketë një transparencë maksimale për publikun, pra publiku ta perceptoj dhe ta kuptoj rëndësinë e AI-t. Pra këto janë dy pikat që ka vendosur peticioni dhe më falë që t'ju korrigjoj, sepse mbase s'është përditësuar, por aktualisht është firmosur nga 124.000 individ. Sepse është publike, pra ata kanë hapur një faqe web, ku çdo qytetar nga e gjithë bota mund të hyjë dhe ta nënshkruajë këtë peticion. Dhe është një gjë shumë e mirë, sepse i bën të kuptoj kompanive gjigande që janë zhvilluesit kryesor dhe përgjegjësit kryesor të AI-t sot, mbi peshën dhe mbi rëndësinë e dhënave dhe gjithë elementeve të tjerë që përbën AI. E vërtet. Komenti fundit nga Tomi? Unë nuk e besoj që do ketë një ngadalësim të kësaj gjëje, sepse është një karmit SBA-s të Kinës. Kina duke qenë që nuk ka transparent, nuk ka si ndalon Amerika, se Kina i tha po ndalojmë. Kjo është një garë që nuk e besoj që do ndalojmë ndonjëherë dhe impaktin do ta ketë patjetër te njerëzit. Ne shoqëri jemi 2 milion banor dhe kjo është gjë pozitive. Por për shtetet që kanë 200 milion banor do jetë problem shumë i madh për popullsinë. Faleminderit Kallaxhi, faleminderit Fidhe. Ne do të spozojmë një çështje tjetër, miq të dashur, se kemi halle pak më praktike që nuk janë inteligjencë artificiale, por si gjithmonë janë budallëk natyral. Qëndroni me ne.